Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton pak uthull molle dhe kjo mask bën mrekullin në 5 minuta. Asnjë nuk do që të ketë flokë të yndyrshëm të cilët duken të pistë dhe të vajosur. Gjithsesi, kjo nuk është rrjedhojë e moslarjes. Flokët e yndyrshëm zakonisht janë si pasojë e prodhimit të tepërt të sebumit nga gjëndra dhjamore e kokës. Mbi prodhimi i sebumit jep një pamje të vajosur të flokëve, zbokth dhe një dhimbje koke. Flokët e yndyrshëm gjithashtu mund të heqin skalpin dhe shkëlqimin natyral të flokëve dhe të çojnë në hollimin e tyre. Prandaj, ne po ju sugjerojmë një mënyrë natyrale për trajtimin e tyre. Uthulla e mollës. Skalpi i kokës përmban një kërputh të njohur si malasezia, por kur ajo rritet në një mënyrë të pakontrolluar, kjo kërputh mund të çojë në irritim, zbokth dhe flokë të yndyrshëm. Uthulla e mollës është një ndër përbërësit më natyral dhe më të fuqishëm për të trajtuar bakteret dhe kërpudhat. Për më tepër, që nuk do t'ju nevojitet një sasi e madhe pasi trajtimi gjithashtu kërkon që të përqendrohet pikërisht te skalpi. Thjesht përzieni disa lugë gjelle uthull molle në një gotë me ujë dhe aplikojeni solucionin e përgatitur në shtëpi. Përzierja duhet të jetë në kontakt me skalpin dhe rrënjët e flokëve. Ju mund të përdorni një kuti sprajti për një aplikim më të mirë. Lëreni uthullën për të paktën 20 minuta dhe më pas lajni flokët. Përsëriteni këtë trajtim të paktën 2 deri në 3 herë në javë. Mos harroni që t'i lani flokët më shpesh. Në rastin e flokëve, ju duhet të dini se nëse keni flokë të yndyrshëm duhet t'i lani më shpesh në mënyrë që shampoja të heqë pa pastërtitë dhe vajin nga skalpi. Nëse ju vajosen flokët më tepër kur i lani për ditë, por nuk ju vjen nga larja e flokëve, por nga zgjedhja e shampos, duhet të zgjidhni me patjetër shampon e duhur. Maskat me përbërës natyral janë gjithmonë një ide mjaft e mirë, janë ushqyese, hidratuese dhe njëkohësisht duket se i rikthejnë shkëlqimin lëkurës apo flokëve. Larg kimikateve dhe produkteve kozmetike, ne po ju sillim këto receta maskash për të trajtuar probleme më të shpeshta të flokëve, majat e djegura, flokët e hollë dhe rënjen. Uthull molle dhe limon. Kjo maskë është e përkryer për flokët me yndyr, pasi përbërësit e përmendur mund të eliminojnë vajin e tepërt nga flokët. Uthulla e mollës dhe limonit do të balancojnë nivelin e pH-it të flokëve duke eliminuar gjithashtu zbokthin. Mbushni 1/4 e gotës me uthull molle dhe në të shtrydhni gjysmë limoni. Lëreni për 10 minuta dhe më pas aplikojeni në flokë duke masazhuar skalpin. Lëreni maskën për 15 minuta dhe më pas lajini flokët tuaj normalisht. Maskë për flokët me vezë. Vezët janë të pasura me vitamina dhe me lëndë ushqyese, ndërkohë vezët gjithashtu përmbajnë proteina, hekur, vitamina A, B dhe D. Përmbajtja e tyre është jashtëzakonisht e shëndetshme për flokët pasi nxisin rritjen e flokëve dhe parandalojnë rënjen falë vitaminave A dhe D. Kjo maskë është e shkëlqyer për çfarëdo lloj floku. Ndërkohë, duhet të dini se përzieni një filxhan qumshti, 2 lugë lëng limoni, 2 lugë vaj ulliri dhe një vezë. Përshtateni këta përbërës sipas së gjatësisë së flokut. Pas përzierjes së përbërësve aplikojeni maskën në të gjithë gjatësinë e flokut. Lëreni për rreth 15 minuta dhe më pas lajini flokët tuaj si zakonisht. Nëse flokët tuaj kanë tendencën të vajosen, atëherë duhet të përdorni vetëm të bardhën e vezës. Banane, mjalt dhe bajame. Kjo maskë është e përkryer për flokët e thatë. Banania dhe mjalti përmbajnë enzima hidratuese,
ndaj ju duhet që ta përzjeni me 2 lugë mjaltë derisa të formohet një masë homogjene. Lëreni maskën për plot 20 minuta deri në 25 minuta dhe më pas shpëlajini flokët me ujë të ftohtë. Flokët janë shumë të rëndësishëm për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit apo faktorëve të tjerë të jashtëm, ashtu si edhe të brendshëm, flokët tanë dëmtohen, dobësohen dhe bien. Në këtë video ne po ju sillim disa maska të cilat kanë efekt të mrekullueshëm për flokët dhe që janë tepër të lehta për të përgatitur në kushtet e shtëpisë. Maskë me avokado. Maska me avokado është perfekte për të kuruar flokët e thatë dhe njëkohësisht të djegur, pasi ajo i jep flokëve butësi dhe njëkohësisht shkëlqim. Grini në mikser një kokër avokado dhe përzjeni me gjysmë gotë të qumësht një lugë gjelle vaj ulliri ose një lugë gjelle vaj bajameje. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas lajini pas 15 minutash. Maska me vezë. Maska e vezëve është hidratuese për flokët, duke qenë se është e pastër me proteina, ushqen rrënjë dhe rrimë këmbë flokët e dëmtuar apo të djegur, ndërkohë që vitamina B12 ndihmon në rritjen e flokëve të rinj. Rrihni një të verdhë vezë me 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe një filxhan qumësh dhe një kokër limon të shtrydhur. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas shpëlajini me ujë të ftohtë pas 15 apo 20 minutash. Maska me kos. Nëse flokët tuaj kanë humbur gjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që ju përdorni për stilimin e flokëve, maska me kos është ideale për t'i dhënë flokëve tuaj shkëlqimin e munguar. Merrni gjysmë filxhani kos dhe filloni të masazhoni flokët me ngadalë. Lëreni maskën në flokë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajini dhe lajini normalisht me shampo. Maskë me banane. Banania gjithashtu është e pasur me vitaminën A, E dhe C, e cila ndikon në përmirësimin e yndyrës në skalp. Për përgatitjen e maskës ju duhet që të grini të paktën 2 banane dhe t'i përzjeni me një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj kokosi dhe njëkohësisht një lugë gjelle mjaltë. Lëreni maskën në flokë për 5 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Ndërkohë, nga ana tjetër, flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të zbuten shumë shpejt. Maska me vaj të arrës së kokosit. Vaj arrës së kokosit është perfekt për flokët e dëmtuar apo edhe të thatë. Për përgatitjen e kësaj maske, juve duhet të ruani proporcionin 2:1, që do të thotë 2 lugë vaj kokosi dhe 1 lugë vaj ulliri sipas së gjatësisë që kanë nevojë flokët tuaj. Aplikojeni maskën dhe më pas mbulojini me një qese dushi për sa kohë që ju të dëshironi. Më pas lajini flokët tuaj normalisht me shampo dhe shpëlajini mirë. Maskë me lule shtrydhe. Nëse keni flokë të yndyrshëm, atëherë me patjetër duhet të provoni maskën me lule shtrydhe, e cila është ideale për ju, pasi lule shtrydhja është e pasur me vitaminën C, e cila ekuilibron njëkohësisht pH-in dhe nivelin e yndyrës në flokët tuaj. Grini një grusht me lule shtrydhe dhe përzjeni me 1 lugë gjelle mjaltë dhe 1 lugë gjelle vaj të arrës së kokosit dhe më pas shpëlajini pas 15 minutave. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!